Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht të përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën komentimi i sures, pra kaptinës El Mesed. Vëllezër të dashur, nga suret, kaptinat e Kur'anit, të cilat i dëgjojmë shumë shpesh dhe kërkohet prej nesh që ta analizojmë atë kaptin, të meditojmë rreth asaj kaptine, është edhe kaptina El Mesed. Allahu Jalla Shanu thot, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb, u thafshin dy duart e Ebu Lehebit dhe i shuar qoft, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, pasuria e tij dhe fëmijët e tij nuk do t'i sjellin atij asnjë dobi. Sayasla naran dhata lahab, ai do të digjet në zjarin me flak të tërbuara, wa mra'atuhu hammalat al-hatab, dhe gruaja e tij e cila mbarte dru dhe ferra, fi gjidiha hablum min masad, në qafën e saj është i lidhur fort një litar. Mesed, pra litar, shumë i fort, i cili bëhet nga fijet e drunit të palmës së hurmës. Vëllezër të dashur, shkakun, arsyen e zbritjes së kësaj sureje e sqaron qartë hadithit e cilin e transmeton Imam Bukhariu në sahihun e tij, ku thot: Sa'ida an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-safa dhata yawm faqal. Pejgamberi alayhi salam një ditë u ngjit në kodrën Safa, e dim, pra dy kodra afër Qabes, Safa dhe Marwa, në të cilat shkojmë nga njërat e tjetra 7 herë kur bëjmë umre dhe hax, dhe pejgamberi sa u ngjit në kodrën Safa. Është ngjitur atëherë kur Allahu e urdhroi që thirrjen në Islam ta bëj haptas. Sepse pejgamberi alayhis salam thirrjen në Islam e bëri në fillim të shpalljes, pra e bëri fshehurazi, e pastaj e urdhroi Allahu që të thirrë njerëzit në Islam haptas. Dhe kjo është thirrja e parë në Islam e Mekasve haptas. E çfarë thot hadithi? Sa'ida an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-safa dhata yawm faqal, u ngjit pejgamberi sa një ditë në kodrën Safa dhe tha: Ja sabaha, tha, o sabaha. Çfarë është kjo? Në gjuhën arabe, kur thret me këtë thirrje, ja sabaha, kjo është një thirrje alarmi për njerëzit të cilët ti ju drejtohesh. Pra, të tubohen se ka një lajm jashtëzakonisht të rëndësishëm për ta. Edhe arabët kur thirrin diçka të tillë, e përdorin këtë fjalë, pra këtë shprehje, dhe pejgamberi alayhis salam e përdori këtë shprehje. Tham: Fejtema'at ilayhi Quraysh.
Dhe kur I thiri kështu me thirrje alarmi, atëherë u tubuan rreth pejgamberit alayhis salam kurejshitët. Faqal ara'aytum in haddathtukum anna al-aduwwa musabbihakum aw mumassikum e kuntum tusaddiquni. Sa nëse ju them që armiku juaj, shifni, pejgamberi sa më ju tha kështu, ju drejtu kështu. Nëse ju them që armiku juaj do t'ju sulmoj juve ose në mëngjes ose në mbrëmje, a do të më kishit besuar mua që vërtet do t'ju sulmoj armiku juve? Pra, a jam I besueshëm me fjalë tjera unë në mesin tuaj ku ne e dim se ai veç ishte I besuar nga emërtimi I pejgamberit alayhis salam me emrin El Emin, besniku I Mekës, njeriu më besnik I Mekës, po ai edhe një herë dëshiroi që të tërheq vëmendjen e atyre, edhe një herë ta ripërsëris besimin dhe besnikrin e tij që e ka në mesin e kurejshitëve dhe mekazve. Qalu na'am, u përgjigjen kurejshitët se po, ne të besojmë ti je më I besueshmi, e nëse ti na thua diçka të tillë, ne të besojmë. Fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Atëherë tha, unë jam një paralajmërues për ju, shihni ç'është. Unë jam një paralajmërues për ju para një dënimi të ashpër. Pra, I ftoi në Islam dhe ju tha që nëse nuk hini në Islam, ju do të ballafaqoheni me dënim sepse ju kam ardhur dhe më ka sjellur Allahu me fakte, prova dhe argumente. Faqala Abu Lahab, shifni ç'ash? Abu Lahabi I tha, Ali hadha jama'tana, a për këtë na pas ke mbledhura? Që të na thuash dhe të na ftosh na thirrish në Islam dhe të na paralajmërosh? Sa ai cili nuk do të jetë në dinin Islam, do të jetë I dënuara, a për çka na pas ke thirra? Tabban lek, tha, të humbt dora, të thafshin duart, me fjalë tjera, e mallkoi kënd Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. فأنزل الله عز وجل kur ai I tha Muhammedit alayhis salam, tabban lek, tu thafshin duart ty, e mallkoi Muhammedin alayhis salam, atëherë zbriti kjo sure ku thot Allahu xhalla shanuhu, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ju thafshin duart Ebu Lehebit dhe do t'i thahen. Ju thafshin duart Ebu Lehebit dhe do t'i thahen. Dhe atëherë edhe një herë u bë e qartë ndihma e Allahu Gjelleshanuhu dhe përkrahja e tij për Muhammedin alayhis salam dhe për muslimanët. Kush ishte Ebu Lehebi që I tha Muhammedit alayhis salam të thafshin duart? Kush ishte ky person? Dhe Allahu ja ktheu dhe I tha që ty do të thahen duart tua. Dhe ty do t'jesh I mallkuar në dunja edhe në ahiret. Ebu Leheb është nofka e tij, që do të thot babai I flakës. Ebu Leheb, ta dim, çfarë kuptimi ka? Babai I flakës. Se ne shpesh e lexojmë këtë sure, non stop e dëgjojmë, për atë duhet ta dim kuptimin e saj. U emërua me nofkën Ebu Leheb, babai I flakës, u emërua me këtë nofk për arsye të
pamjes së tij të egër ose temperamentit të tij të zjarrt. Pra të emrua njerëzit Ebu Leheb, pra babai i flakës. Ai ishte një nga kundërshtarët më të mëdhej të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku Kurani famëlart në mënyrë direkte dhe drejt për drejt në këtë sure e ka shpallur dënimin armiqësor ndaj Ebu Lehebit nga ana Allahut xhelle shanuhu. Pra vërtet ishte njëri nga kundërshtarët më të mëdhej, nga zullumqtarët më të mëdhej që i bëri Muhammedi sallam dhe Islamit. Për këtë arsye edhe e mori edhe dënimin e Allahut të lartësuar. Allahu xhelle shanuhu pra thot: Tabbet yada Abi Lahabin wa tab. U thafshin ditë duart e Ebu Lehebit dhe i shuar qoft ai, i mallkuar qoft ai. Pra, kjo është një lutje për thamjen e duarve të Ebu Lehebit, po në të njëjtën kohë nuk është vetëm një lutje, po është edhe një lajmërim që Ebu Lehebi asnjëherë nuk do t'jetë nga ata të cilët do të udhëzohet në Islam. Do t'jetë nga ata të cilët do t'jetë i mallkuar edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Ebu Lehebi ishte xhaxhai i pejgamberit alayhi salam. Pra vëlla i babait të tij. Dhe ishte nga pasanikët, ishte nga ata që kishin shumë familje dhe kishte pozit në mesin e kurejshitëve. Mirë po, edhe për shkak të pozitës së tij, edhe për shkak të pasurisë së tij, dhe për shkak të familjes së madhe të tij, atë asgjë nuk e shpëtoi as në dunja, as në ahiret. Atë nga dënimi i Allahut, atë nga dënimi i Allahut edhe në dunja edhe në ahiret, për arsye të kundërshtimit të madh të Islamit, pengemit dhe luftimit marramendës të pejgamberit alayhi salam, Allahu xhelle shanuhu pra tregoi që ai do të jetë i mallkuar edhe në dunja edhe në ahiret. Pra o vëllezër të dashur, çfarë thot Allah pastaj? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pra, pasuria e shumt e tij, familja e madhe e tij, reputacioni i madh i tij që e gëzonte në mesin e kurejshitëve dhe në mesin e gjithë arabëve, ati nuk i bëri dobi që ta shpëtoj atë as në dunja as në ahiret. Pra, pasuria, pozita, familja e madhe, munden të na ndihmojnë diçka në lidhje me jetën e dunjas, munden të na lehtësojnë diçka jetën e dunjas, por se të pasurit pasuri, apo familje të madhe, apo pozicionet të ndryshme, nëse ne nuk jemi musliman mosdash Zoti, nëse ne jemi zullumqar, nëse ne jemi nga ata të cilët bëjnë krime, edhe për kundër faktit të pasurisë, për kundër faktit të familjeve të mëdhaja që i kemi, për kundër faktit pozicioneve që i kemi, të bindemi një herë për herë që ato nuk do të na bëjnë dobi. Ashtu siç nuk i bëri dobi Ebu Lehebit pasuria e tij, siç nuk i bëri dobi Ebu Lehebit pozita e tij,
familja e madhe e tij, ashtu nuk do të na bëj as neve dhe as kujt dobi. Pasuria, familja dhe pozita nëse ai është i padrejt, nëse ai është zullumqar dhe nëse ai është kriminal. Këtë e garanton, e vërteton Allahu i lartësuar, edhe në shumë ajete tjera kuranore, që mos na mashtroj neve nëse këtu kemi ndaj dobi nga pasuria dhe familja dhe pozita. Këtu kemi ndoshta ndonjë dobi, po ajo nuk na bën fare dobi nëse ne nuk jemi të drejtë apo nëse ne jemi zullumqar. Çfarë thot Allahu xhelle shanuhu? Thot në Kur'an: "Ma aghna anhu maliya, halaka anni sultaniya." Çfarë do të thuan ata që do të futen në xhehenem në botën tjetër? Atëherë dhe një herë do ta vërtetojnë këtë që ne e tërheqim vërejqen që këtu. Atë që ne paralajmërojmë veten ton, unë këtë rast dhe juve, që mos na ndodh kështu edhe neve, me disa që nuk kuptojnë do të ndodh, është sigurt, dhe ata që do të futen në xhehenem në botën tjetër, çfarë do të thuan? Ma aghna anni maliya. O sent nuk më bëri more dobi këtu tek unë pasuria, sent nuk më bëri dobi tek Allahu pasuria ime që unë të shpëtoj nga dënimi i tij. Heleke anni sultanie, pra këtu u shpërbë, u shkatru, u bë helaq forca, familjarizmi, pozita, këtu nuk bën dobi asgjë tjetër përveç veprave të mira. Me një vend tjetër thot Allahu në Kur'an: "Innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum." Dhe ata që përfundojnë jetën e dunjas me mos besim, le të binden që nuk do t'ju bëj dobi në botën tjetër as pasuria e tyre, as familja e madhe e tyre, as fëmijët e tyre dhe as gjë tjetër, min Allahi shay'a, që do të mundet t'i mbrojnë nga dënimi i Allahut. Ulaika hum waqudun nar, ata do të jenë lënë djegëse e zjarrit të xhehenemit për arsye të zullumit, krimit, mosbesimi që e kishin në jetën e dunjas, edhe pse në jetën e dunjas ishin ndoshta nga më të pasurit, nga ata që ishin me më shumë familje të mëdha, edhe nga ata që kishin pozita më të mëdhaja. Në ajetin, në fjalën tjetër të Allahu xhelle shanuhu, Allahu thot: "Se yasla naran dhata lahab." Ai do të digjet në zjarin me flak të tërbuara. Pra Allahu garanton dhe e kërcënon. Shifni që është madhështinë e Allahut. Shifni fuqinë e Allahut, ta shohim të gjithë se kush është Allahu. Se kur flet dhe vendos Allahu mësimin e duhet t'i marrim shumë parasysh dhe t'i bëjmë pjesë praktike të jetës tonë. Çfarë tha? Se yasla naran dhata lahab. Pra ai do të digjet në zjarin me flak të tërbuara, pra Ebu Lehebi. Pra Allah që kërcënon me zjarr të fuqishëm shumë afër, edhe pse ne kur e kujtojmë ahiretin, themi ka dale more bota tjetër, ose kur e kujtojmë ne kiametin, ka dale be dhe shofim njerë, ka kohë. Ajo s'ka kohë fare, hiq o vlezër. Diçka që do të vi, pa marrë parasysh sa vite është, nëse do të vi, ajo është e sigurt dhe ne duhet bëhemi gati dhe ajo është afër. Sa pa marrë parasysh sa lartë na duket, pa marrë parasysh sa vjet jenë, qofshin edhe 1000 vjet, madam do të vjen, ajo është afër, pasi do të vjen sigurt. Për ata Allahu xhelle shanuhu, edhe në kur flet për jetën e atyre që do të jetojnë në vareza, ata kanë jetuar aty me mija vjet, kur do të zgjohen nga varezat, çfarë do të thuan, thot Allahu? Ka'annahum yawma yarawna lam yalbathu ila 'ashiyatan aw duhaha. Kur do të ringjallen para Allahut, ata do të thuan se ne nuk qëndruam në vareza edhe pse kishin qëndruar më mira vjet, përveç një kohë të caktuar. Pra, Allahu xhelle shanu na tërheq vërejtjen,
që të bëjmë kujdes se ajo e cila vjen, edhe nëse është vite të tëra, ajo është afër. Edhe kjo nuk e mori këtë fakt në konsiderat Ebu Lehebi, por se ai vazhdoi me mohimin, kundërshtimin dhe luftimin e Muhamedit dhe Islamit, dhe e gjeti ajo çka e gjeti, që u mallkua edhe në dunja edhe në ahiret. Fjala e Allahut ku thot wa mra'atuhu hammalatal hatab, edhe gruaja e tij e cila mbante dru dhe ferra. Po ashtu edhe gruaja e Ebu Lehebit ishte njëra nga gratë që më shumti i ndihmonte burrit të saj në mohimin, kundërshtimin edhe në luftimin e Islamit. Ajo së bashku me të e luftonte Muhammedin a.s. e kundërshtonte me çdo formë që ajo e posedonte. Një nga format që ajo e kundërshtonte ishte që ajo, shifni çfarë bënte. Ajo merrte gjethe të drunit të palmës së hurmës, i lidhte drut, shkonte në shkretir, mlidhte dru, i lidhte me ato, edhe vinte dhe i vendoste drut në rrugët që do të kalonte Muhamedi a.s. dhe i mbushte rrugët ku kalonte Muhamedi me dru edhe ferra të shkretëtirës. E çfarë do të ketë kjo në botën tjetër? Në botën tjetër çfarë thot Allahu? Hammalat al-hatab. Atje ajo do t'ja bëj Allahu që të merr dhe të mbart dru dhe ferra dhe do t'ja fus në zjarr burrit të saj që të digjet edhe më shumë. Ashtu si që bante dru dhe fera që pengonte Islami dhe Muhamedi, atje ato do t'i konvertohen në mbartje drush dhe ferash për djegjen e saj së bashku me burrin e saj. Pastaj thot Allahu, fi gjidiha hablum min mesed, në qafën e saj është i lidhur fort një litar mesed, i cili është jashtëzakonisht i fortë, që bëhet siç tham nga ato fijet e drujmëve të palmave të hurmës. Pra atje përveç kësaj që tham, dënim tjetër është se ajo do të bëj atje edhe litar. Do të bëj edhe litar të fortë, të fuqishëm, nga njëjtë degët e drujmëve të palmës së hurmës, ku Allahu xhalleshanu do t'ja lidh rreth qafës së saj këtë litar të fortë, dhe një nga dënimet tjera është që do ta shtrëngoj atë shumë fort. O vëllezër të dashur, ajo që është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe interesante në njëjtën kohë, mrekullia që gjendet në këtë sure, shifni, mrekullia që gjendet në këtë sure, që vërteton edhe një herë vërtetësinë e Kur'anit si libër të Allahut të lartësuar. Kjo sure zbriti kur zbriti, duke qenë gjallë Ebu Lehebi, dhe duke qenë gjallë gruaja e tij. Dhe Ebu Lehebi ka patur mundësi, sikur mos ishte Kur'ani fjalë e Zotit. Ai ka patur mundësi me gjithë gruan e vete, çfarë të thote, ju lutem ta kuptoj mirë. Ai ka pas mundësi të thote, kështu, a thot Kur'ani që unë nuk do të bëj musliman dhe do të jem në xhenem? A thot Kur'ani ju i kështu? Po thot, dhe kjo është e sigurt. Ai ka mund me hipokrizi të bëhet munafik, hipokrit. Tjetë në zemër mos besimtar, ama dale para njerëzve thote, u kry, unë e thëm la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, edhe e qita poshtë Kur'anin, pse Kur'ani thot unë do vdes si qafir dhe do jem në xhenem. Ja që unë e qita poshtë Kur'anin, thash shahadetin, u kry. Nëse e thonë të këto, binte komplet Kur'ani, po Kur'ani është fjala e Allahut dhe nuk bie.
Dhe e ka ditë se ai nuk do të bëhet musliman as edhe si munafik. Pra fakti që paralajmëron Kurani për diçka që do të ndodhë më pastaj, ajo është edhe mrekulli që vërteton se Kurani është fjalë e Allahut të lartësuar. Vëllezër të dashur, ashtu siç përfundoi Ebu Lehebi nga arsyeja e kundërshtimit, dhe luftimit të Islamit, e theu qafën në dunja dhe në ahiret. Le ta dite çdo njeri, le ta marrë në konsiderat sinqerisht, se çdo kush I cili merr guximin ta luftoj Islamin nga forma të ndryshme, nga lufta më e vogël deri te ajo më e madhja, le ta ditë se ashtu siç e theu qafën Ebu Lehebi, edhe Firauni, edhe Hamani, edhe të gjithë ata që lufton Islamin, do ta thënë qafën si Ebu Lehebi dhe vëllezërit e tyre. Allahu e ka garantuar këtë fe, dhe kjo do të plotësohet, që 1400 vite plotësohet dhe do të plotësohet. Çdo njeri që e luftonte e humbi veten dhe Islami mbeti. Edhe sot këto që e luftojnë Islamin, edhe këto do të humben dhe Islami do të mbetet. Për atë mos bëhemi pre e askujt dhe të bëjmë kujdes nga çdo fitne që e lufton Islamin. Qofshin ata me qëllim apo të tjerët pa qëllim. Ne sot kemi që e pengojnë zhvillimin e Islamit, I hutojnë muslimanët edhe nga disa pseudo hoxhollar, duke filluar atje të merren se suneti qenë ka I sakti pasakt. Buhariu, Muslimi, hadithet e tia qenë kanë kështu e qenë kanë ashtu. Të tjerët merren ki qafir ki bidatçi. Ai tjetri ka fillu të merret atje Aliu Muaviu. Të gjitha këto fitnes prova që ja sjellin Islamit, me dije pa dije, le ta dinë që ata do të humbin vetë dhe Islami do të hecë përpara. Po unë këshilloj veten dhe juve, ju paralajmëroj që nëse dëgjoni çdo njerin që I fut muslimanët në tema që nuk ju sjellin dobi, ki qafir, ki bidatçi, Aliu, Muaviu, Alu Bejti, ai tjetri, ku ta diun çfarë, Buhariu, Muslimi, ta dim që këto do të humbe siç kanë humbur deri sot. Do të ngelet Islami, po ne të jemi vigjilent dhe mos jemi pre e atyre. Ebu Lehebi vdiq 7 ditë pas përfundimit të luftës së Bedrit, jo vdiq po plasi nga fitoria e muslimanëve dhe humbja dhe vrasja e kokave të kufrit nga mushrikint e Mekkes. Ju fuk një smundje e cila ishte e njohur ndërmesin e arabëve, smundje që për shkurt kohë e ka marrë ngjitse dhe nuk janë afruas familja. Njëjtë ka ndodhur edhe me Ebu Lehebin. Derisa njëri prej kureshitëve se merrnin as xhenazën fëmijët e vet, se kishin frikë mos smuhen edhe ata. Derisa njëri I qortoi dhe ju tha, hajt unë që ndihmoj, e marrën xhenazën me një farforme, disa thonë që e kanë shti edhe me drunj, me shkopi e kanë shti, e kanë qitë deri në shkretir, I kanë fuk pak ujë prej larg edhe e kanë lanë qashtu. Kështu do të përfundoj çdo njeri I cili e ka kundërshtuar këtë din. Lut Allahun e lartësuar me emrat e Tij të bukur dhe cilësitë e Tij të larta, na bëj neve ja Allah, bëri fëmijët tonë dhe bëri të gjithë besimtarët musliman nga ata të cilët lexojnë Kur'anin siç duhet, kuptojnë mesazhet e Tij dhe I praktikojnë në jetën e tyre praktike.